Kompanitë anëtare të Odës Ekonomike të Maqedonisë nuk e kanë shkelur embargon gjatë eksportimit të prodhimeve bujqësore drejt Rusisë. Nga UDA thonë se të dhënat e deri tanishme flasin për një rritje e eksportit 20% të lakrës dhe patateve, por kjo shifër është tepër e vogël për të marrë në konsiderat. 20% është rritje e parëndësishme, sidomos nëse kemi parasysh se për çfarë tregu bëhet fjalë, sa është interesimi dhe sa pritej të eksportohet. Me 20% rritje në lakër dhe patate, ku jemi prodhues të mirë, tek prodhimet e tjera jemi pothuajse në nivelin e rrushit, pjeshkës dhe kajsisë. As për nga shifrat nuk shoh tregues serioz të shkeljes së embargos, po të kishte pasur rritje të eksportit prej 300 apo 400%. Mundej, por me 20% është qesharake të flasim. Para një jave, Inspektorati Rus për Veterinari dhe ai fitosanitar ju dorëzoi përfaqësuesve të ambasadës maqedonase në Moskë një listë të prodhimeve për të cilat dyshoi se ishin prodhime nga vendet evropiane dhe jo maqedonase. Pas kësaj, qeveria ju dha urdhër institucioneve kompetente që të hetonin brenda 2 ditësh nëse ndonjëra nga kompanitë vendore rieksportonte prodhime bujqësore evropiane, sikur të ishin produkte të Maqedonisë. Ministri i Ekonomisë Bekim Niziri paralajmëroi kallëzime penale për ndërmarrje që do shkelin embargon. Sipas mediumeve ruse, autoritetet e Moskës dyshonin se biznismenët maqedonas kishin gisht në disa dërgesa patatesh, pjeshkash, mollësh dhe rushi.